dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. U organizua në Golem festa e mjaltit ku promovuan prodhimet bio të zonës. Ndërkohë, banorët thonë se bletaria në këtë zonë është drejt zhdukjes. Festa e mjaltit u zhvillua në njësinë administrative Golem, ku fermerët të zonës ekspozuan produkte vendase si mjalt, fruta, perime, vajulliri, gatime tradicionale dhe mjete bujqësore. Aktiviteti synon promovimin e produkteve lokale dhe traditave të zonës. Sot jemi mbledhur këtu për të festuar një nga pasuritë më të çmuara të zonës sonë dhe për të nderuar një punë që kërkon dashuri, durim të madh dhe përkushtim të jashtëzakonshëm. Është hera parë që merr pjesë në një panajër të tillë? Është e dyta herë. Në mjaltin unë shes, nuk rri pashqitu. Sonë ka mjalt bio dhe që ikën në Itali, në Greqi, e kam bon. Sa vite keni merr në mjalt? Kam 10 vjetë. Si ka ecur? Shumë mirë. Sa vjen e kam porositur. Mjaltin nuk qëndër. Ky panajiri pjesëmarrë Jo, një ban shumë. Ti ban shumë panajiri se reklamon madhe. Ndihmojnë shumë, po varet dhe njerëz sa kuptojnë që duhet me ardhur në panajir. Panajiri është gjë e mirë, se ka gjithë bota, jo vetëm ne. Unë era parë. Aktiviteti vijoi me performanca të fëmijëve të shkollës Golem, kërcime aerobike dhe këngë nga fëmijët e qendrës kulturore. E pranishme ishte edhe nënkryetaria e bashkisë Maldrita Bardho, e cila vizitoi stendat e fermerëve dhe u njoh nga afër me produktet e zonës. Banorët thonë se Golemi dikur ka qenë i njohur për bletarin, por sot kjo traditë po shkon drejt zhdukjes për arsye të ndryshme. Bletaria ka qenë e zhvilluar më tepër në pjesën e kodrës, se në atë kohë ishin edhe ushqimet bio, ishte trënapili, ishte jonxha, kolza, perko, e cila ishte baza ushqimore për bletarin. Po me hyrjen e demokracisë do këto kultura u zhdukën edhe tani bletaria po vjen drejt paka shumë të zhdukjes. Se dhe i bres që e kultivonte që mesh me bletarin, a i bres avash po mbet edhe detyrimisht trimp jam me gishta. Në Golem numëron 3 deri në 4 familje ose me bletëritje. Ku më para mund të ishin mbi 10, 15, 20. Kjo është ecuria e bletëritjes. Ku janë fokusuar tash në Golemsit? Vetëm te pentaria, ullishtja më shumë që është hapur në masë, se është një kulturë e cila do më pak punë. Numri personave që majnë blet në Golem është pothuajse drejt zhdukjes. 3-4 familje janë që kanë që mbashtrojnë bletat. Çfarë ka ndikuar? Kanë edhe largimi i njerëzve që s'kan mundësi të rrinë me fjalë, janë larguar, kanë ngelur mosha madhe, mosha jonë me fjalë. Edhe nuk i kanë mundësi. Nuk kanë shumë. Jo. Një aksident tragjik me pasojë vdekjen ka ndodhur mesditën e djeshme në rrugën e re drejt Darzezës në zonën e Ludenbajt. Një automjet që dyshohet se lëvizte me shpejtësi tej normave të lejuara ka humbur kontrollin duke dalë nga rruga dhe ka përfunduar i përmbysur në kanalin anësor. Përplasja ka qenë tepër e fortë, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme të drejtuesit të mjetit. Menjëherë pas marrjes së njoftimit në vendngjarje kanë bërritur shërbimet e policisë, autoambulanca dhe forcat zjarfikse, të cilat kanë punuar për nxjerrjen e trupit nga automjeti që është shkatruar pothuajse plotësisht nga përplasja. Në njoftimin e policisë bëhet me dije pas hetimeve paraprake të ngjarjes se në aksin rrugor Fier Darzez, shtetasi GÇ, 37 vjeç, duke drejtuar automjetin, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe ka dalë nga rruga. Si pasojë e daljes së automjetit nga rruga, drejtuesi i tij, shtetasi GÇ, ka humbur jetën në vendngjarje. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit, si dhe kohën e ndodhjes së ngjarjes. Sipas të dhënave paraprake, shkak dyshohet të ketë qenë shpejtësia e lartë, ndërsa grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve që çuan në këtë aksident fatal. Ky është një tjetër aksident i rënd i regjistruar në këtë aks rrugor gjatë ditëve të fundit, duke rikthyer shqetësimin për sigurinë rrugore dhe respektimin e rregullave të qarkullimit. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar sot kompaninë Albanian Digital Solution. Shteti do të hyjë në një fazë të re zhvillimi ekonomik, tha ai.
Kryeministri Edi Rama ka prezantuar krijimin e kompanisë Albanian Digital Solution, një nismë e re e qeverisë në fushën e teknologjisë dhe transformimit digjital. Gjatë prezantimit, ai tha se kjo kompani synon të sjellë një qasje të re të shtetit në ekonomi, duke rritur rolin e sektorit publik në zhvillimin e projekteve strategjike dhe në përdorimin më efikas të pasurive publike. Sipas tij, qeveria synon një model të ri zhvillimi, ku asetet dhe pronat shtetërore të mos jepen pa përfitim, por të përdoren në mënyrë të organizuar për të nxitur investimet dhe ekonominë digjitale. Shkruar mbas të një projekcioni të pikërisht shifrave që ndryshojnë me ndryshimin e qasjes qeverisë dhe të qeverisë elektronike ndaj marzëve të shërbimit. Që do të thotë, në rast se sot ne shpenzojmë një shumë X për vetëm mirëmbajtjen e sistemeve, një shumë e konsiderueshme e cila i shkon kompanive private, brenda një harku 3 vjeçar, ne do t'i kursejmë shtetit dhe do t'i kursejmë vetë qeverisjes elektronike një shumë të barabartë me shumën që sot shkon për mirëmbajtjen, e cila faktikisht do mund të kthehet në një kapacitet të ri investimesh nga ana e akshit përmes Albanian Digital Solutions. Kryeministri komentoi dhe debatin e fundit lidhur me pronën e Zvërnecit, duke deklaruar se shteti nuk po fal asnjë pronë. Sipas tij, bëhet fjalë për pronë private dhe jo shtetërore. Më vjen tani natyrshëm të them edhe për këtë zhurmën e madhe që është ngritur mbi një lajm të rrem, sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin, shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private. Një pronë private den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serioz, të cilët atë pronë e kanë marrë nga privatët. Kryetari i Partisë Demokratike takoi sot përfaqësuesit e Komisionit të Venecias. Ai ngriti akuzat për pabarazi në financimin zgjedhor. Partia Demokratike mori 700 herë më pak para në zgjedhje. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një takim me delegacionin e Komisionit të Venecias, ku diskutoi mbi ligjin e financimit të partive politike dhe procesin zgjedhor. Gjatë deklaratës për mediat, Berisha theksoi se financimi i partive është sipas tij një nga çështjet më themelore të zgjedhjeve. Ai tha se ekziston një diferencë e madhe mes financimit të Partisë Demokratike dhe partisë në pushtet, duke përmendur shifra që sipas tij shkojnë nga 700 deri në 1000 herë më shumë në favor të qeverisë. Ai akuzoi se janë përdorur fonde buxhetore për aktivitete elektorale, përfshirë edhe organizime të shumta në fushat, si dhe përfitime të ndryshme sociale dhe fiskale për qytetarët që sipas tij kanë ndikuar në votë. Theksuam se çështja e financimit partive është çështja më themelore e procesit zgjedhor dhe konkretisht me fakte provuam se në këto zgjedhje, në rrafshin e financimit nga parat e buxhetit, diferenca midis dy partive kryesore, partisë opozitës, partisë demokratike dhe partisë në qeveri, ka qenë minimumi 700 gjerë në 1000 herë. Diferenca e financimit me parat e buxhetit midis dy forcave kryesore politike shkon nga 700 në 1000 herë. Konkretisht. Duke mos llogaritur, duke përjashtuar totalisht atë çka ligji përcakton për financimin e këtyre partive. Jashtë përcaktimit ligjor, partia në pushtet organizoi në kohën e ndaluar
nga ligji, 4.530 ngjarje me një kosto nga disa qindra euro në 7 milion euro para buxheti, siç ishte Giro d'Italia, një ditë para zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve, një organizatë private e cila u kontraktuar nga Edi Rama për të ndikuar tek zgjedhësit. Kina klonon për herë të parë jakun e egër. Shkencëtarët synojnë shpëtimin e specieve në rrezik zhdukje. Në një zhvillim të rëndësishëm shkencor, Kina ka realizuar për herë të parë klonimin e jakut të egër, në një përpjekje për të rritur popullatën e kësaj specieje të rrallë dhe të rrezikuar. Sipas autoriteteve shkencore, jakët e egër janë kafshë unike që jetojnë vetëm në rajonet malore të Kinës dhe konsiderohen në rrezik zhdukjeje për shkak të gjuetisë së paligjshme dhe presionit njerëzor ndër vite. Aktualisht në natyrë mendohet se kanë mbetur vetëm rreth 170 deri në 300 të tillë. Procesi i klonimit është realizuar përmes teknikave të avancuara gjenetike, ku shkencëtarët kanë arritur të krijojnë embrione të jakëve të egër, të cilët më pas janë zhvilluar dhe kanë lindur natyrshëm. Sipas ekipit kërkimor, janë klonuar me sukses disa individ njëherësh, një arritje që konsiderohet historike për biologjinë moderne. Ekspertët theksojnë se qëllimi kryesor është ruajtja dhe shtimi i popullatës, pasi analizat gjenomike kanë treguar probleme të kryqëzimit brenda familjes, duke rritur rrezikun e zhdukjes së specieve në të ardhmen. Jakët e egër janë të përshtatur për jetesë në lartësi ekstreme, me temperatura shumë të ulta dhe mungesë oksigjeni. Ata konsiderohen gjithashtu paraardhës të jakëve shtëpiak dhe kanë qenë jetik për jetesën e komuniteteve në Himalaje, duke ofruar ushqim, veshje dhe energji për banorët lokal. Shkencëtarët thonë se ky është vetëm hapi i parë i një programi afatgjat, i cili synon krijimin e një popullate të qëndrueshme të jakëve të egër dhe më pas mbrojtjen e 9 llojeve më të rralla, për të garantuar mbijetesën e tyre në ekosistemin malor. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.